emrin e finalistës së parë. Dihet me siguri që do t'jetë vajzë, a do t'jetë Brikena, apo do t'jetë Selin. Televotimin e kemi mbyllur në fillim të mbrëmjes, është momenti për t'i quar vajzat drejt këtij emocioni. Shkojmë në shtëpi. Shumë të rëndësishme për jetën tonë, për të sulmuar. Atëre, hye jam sërish me ju. Brikena, ke ngrënë mjaftueshëm kokra kafeje sot? Sot jo si për të. Nashta pak ma vonë, ka ma hëngër pak më shumë. Pak më vonë, tash pak më shumë. Shohim se si do të shkoj mes jush, sepse është momenti për zbuluar emrin e finalistës së parë. Për ta bërë këtë, ju pres tek Black Room-i aty tek arena. Vetëm vajzat aty, ë? Duket që nga Zoti. Zonë me shku drejt e Black Room-i. Thank you. Hajde moj. Na më i Brikena, e se ka me bisht e të para. E se ka me bisht me vërtet. Atëre, vajza, ja të kemi bashk dy nga emrat kryefjalë të këtij edicioni. Dy vajza të fuqishme, me histori të forta, të ndryshme nga njëra tjetra, por të ngjashme në forcën e tyre të karakterit dhe në dëshirën e tyre për të shkuar kësaj gare deri në fund. Sidoqoftë në përballjen mes tyre sonte, vetëm njëra mes Brikenës dhe Selin do t'jetë finalistja e parë. Tjetra do të vazhdojë të përballet për të qenë ose jo në finale. Selin. Faletian. Si e shikon rrugtimin deri këtu? Si fillim njerë është një emocion i pa, do të thënë nuk ka fjalë që ta shpjegosh se si ndjem në këto momente. Mendoj se edhe rrugtimi im, po edhe i Brikenës, i ndal një fije shumë e hollë. Brikena me një qasje shumë stoike dhe me të njëjtin qëndrim nga dita 1 deri sot, ndërkohë unë me një lojë që mendoj se deri diku me intervale dhe shumë interesante. Unë e kam thënë pak më përpara në shtëpi sot gjatë ditës që nëse fiton Brikena, kam fituar dhe unë, nëse fitoj dhe unë në Shanasjelltas. Më vjen shumë mirë që gjendem para Brikenës. Dhe fitoft më e mira, gjithashtu është një mundësi shumë e mirë për të treguar gjithë Shqipërisë që Shqipëria dhe Kosova ka vajza të forta, ëndrimtare, me qëllime dhe me parime, siç është Brikena dhe siç mendoj se jam dhe unë. Dhe kushdo që të shkojnë në finale dhe kushdo që ta fitoj këtë rrugtim, uroj që të jem ose unë ose Brikena. Uroj që ky Big Brother të jetë vajzë dhe kam thënë gjithmonë. Brikena? Atëherë Lidian, unë këtë momente kam shumë emocione, spari dishta me cek që jena vesh kuqezi edhe du të them që ne dyja e përfaqësojmë realisht vajzën shqiptare në një mënyrë ose në një tjetër. Unë jam shumë mirë njohëse e këtij formati se më ka ndryshuar komplet si person dhe do jam mirë njohëse të rjetën për këtë mundësi që ma keni jep. Nina shumë mirë në këto momente edhe kam zgjedhë Selinin që t'i përjetoj këto emocione se besoj që dhe Selini meriton shumë për qenë finale dhe unë menoj që sot të dyja do festojmë për njërën, por mas një kohë të dyja do festojmë për tjetrën, se menoj që jemi finalit të dyjat. Përpara se
të marrë dhe të lexoj zarfin. Përjetoni edhe për pak sekonda të gjithë qëndrimin tuaj në Big Brother. S'kemi audio dhe Nuk funcjona për Lajman që të dëgjojmë. Finalistja e parë e këtij edicioni të Big Brother është Selin. Shumë urime, po ashtu duhet të them që si kundër të gjithë finalistët e këtij edicioni, përveç fituesit, do të marrësh një çek prej 10.000 euro. Urime Selin. Ndërkohë, Brikena vazhdon garën e saj në Big Brother. Kjo ishte vetëm përballja e parë për finalistin e parë. Vajza, ju ftoj të ktheheni në living. Shihemi dhe dëgjohemi aty. Po ta vaj aty urime prej qëtash? Sa të Faleminderit. urime. Hajde, shijoje. Sa bukur e do këshit më ra. Jo tash, jo. Faleminderit shumë. Shorina. Si në normal. A do ke bukur? Faleminderit. Bravo për sëri, Brikena, bravo për sëri. Do provoj për sëri. Ke pas dyshime ti për i moment. Bravo për sëri. Misor. Nuk ka një. Nuk ta vedi, janë finalja.